Përshëndetje nderuar miq, jemi takuar sërish në fundjavën tonë të rrëfimit. Edhe sot, ashtu si çdo javë, personazhi mjaft interesant i ftuar në këtë studio do të bëjë një rrëfim për jetën e tij. Historia e rrëfimit kësaj jete është mjaft interesante. Është një jetë ndar në dy pjesë, midis Shqipërisë dhe Amerikës. Pa humbur kohë, ju prezantoj të ftuarin tim. Ai është zoti Ndu Eftoni, është një nga sipërmarrësit shqiptaro-amerikan më të suksesshëm, i cili po na prezanton në mënyrë dinjitoze në shqiptarëve atje ku ai ndodhet. Kënaqësi që u kam në studio. Mirë se erdhët. Do të fillojmë rrëfimin e tuaj, ashtu siç kanë bërë të gjithë personazhet në këtë studio. Do të kthehemi pas shumë vite, do të kthehemi në Dugajin, atje ku ju lindët, u ritët, kaluat një pjesë të mirë të jetës tuaj. Ju keni lindur në vitin 1956. Unë kam lindur në vitin 1956 në rreth të shoshit Dugajin. Në një zonë të thellë malore, ku është zona më e thellë malore e Shqipërisë. Si që dim, të gjithë se thuash një vend që edhe shteti e ka lënë larg gjithmonë. Dhe jena të rritën që thuash vim nga një familje me origjinë të varfër fshatare. Prindëmi, nënë e babë, unë nuk njeh kënë ma para tyne, se baba im ka me jetim 3 vjeç, dhe nuk ka pas, s'ka njoft babën asaj, as nanën se ka njoft, vetëm ashtë rrit jetim. Por, unë babës e mja di për nërë, sot e gjithmonë, që nga një njeri që s'ka pas nanë as babë, u ba dikushe edhe për ta marrë njerëzit në plesin zonë atona si mas zakonit. Jeni lindur dhe rritur ashtu si thash në Dugajin në një nga zonat më të vështira ndoshta për sa i përket pikpamjes të vendodhjes të këtij vendi. Të vendodhjes. Por duke gjinasit me një shpirt shumë të madh, njerëz shumë të mirë, shumë bujar. Intelekti nuk është me të falun as me të gjetun. Intelekti është me të linën. Në Dugajin, burrat, ata njerëz atje kanë pas një intelekt të veçantë. Kanë pas një bujari që s'mund gjendet kun, një mikpritje të veçantë, dhe në fillim për të duhet bje një dishka nga një në Kanada, nga një gjykas që ka që në Dugajin, dhe ka spjegu atje. Ka shku një për të fitu letrat para ti, dhe i ka thonë nga je. I ka thonë, për nga Shqipëria, se ishte marrë, kun nga Shqipëria? Nga Shkodra. Kun nga Shkodra? Kur më pyetje tha kun nga Shkodra, më në ose është të lujdër nga Dugajini, kun nga Dugajini nga Shoshi, kun nga Nërejt. Ullu thamë tha. Unë kam shku në zonë e Dugajinit, unë s'kam gjetë hotel, as lokal, po këna fjerë në shpia. Kur gjithë njerëzit po rinin kam, i thëmë nga ti shoqërusit, pëse s'ullen të njerëz, qa problemit kanë? Ta njerëz problemit të nështë që ty me të nëzirë njëri më të njeruam që ke hy këtu, se kjo është respekti me të njerëzit në kam. Unë kam 2 vajza, thot, dhe 1 grue, jam gjykas dhe kur hymë ranë, s'lëtas janë prej venit për mua, dhe në Dugajin, thot, më rrinë të gjithë ta njerëz. I ka bërë përshtypje pra kjo mikpritje. Dhe unë s'kam për ta pa, tha këtë lloj njerëzit kur ma. Do thëmë se traditat që ka pa zona jonë, pamarësisht nga kushtet e vështira, pamarësisht nga fukaralleku, që ka kanë gjithmonë nga vetë largësia e qytetit, se kur je largë shkollës, se largë qytetit, largë gjitha, sa të s'kanë kanë mundësit, se jenë 10 orë më ullë kam në Shkodër, dhe nuk s'ke mujtë për të kanë për të integrua si një qytetarë. Plus që edhe shteti i kësa partia punës, një fatkesi ka kanë, si e ka diferencua fshatarin edhe malësorin nga qytetari, e cila ka shti edhe mësë marrëveshje midis janë tjetrit, se sot në Amerikë nuk pyet kush, aje fshatari e qytetari që jevesh i njëri, që gjithë njerëz një lloj. Dhe nga diferencimi, si thush janë persekutua edhe se kanë malësor, ta marrën për shkak për me qytetin. Megjithatë ky persekutim nuk është se tek ju la ndonjë, si të themi, nuk është se ju bëri përshtypje, ju vazhduat. Dugajinasit vazhduan që të ruajnë traditat e tyre, vazhduan të ishin po aq mikpritës, po aq dashur, po ata njerëz me intelekt, dhe kanë nxjerrë jo pak figura. Për hir të vërtetës. Megjithatë, do të qëndrohet tek fëmia juaj atje në Dugajin. Ju kujtohen vitet tuaja të fëminisë atje? Unë vitet e fëminisë
në kam për e babës për familjen time, familja ime ka kanë një familje që ka kanë e dyta në zonë, që marë për plesi, marë për gjitha, të asaj kohë ka kanë vojvodë e konfisit, ka kanë e dyti mas baraktarit, kanë si shpje imja. Kanë marë pjesë në luft në Jugoslavit, djali Arz babës. Kushin një tjetër në mhjilë e ka tëret Turkia, ka shku në luft në drugë dhe kanë marë se këna pa kur ma, kanë marë pjesë në lufta për vend e vetë, e kanë lanë patriotizmin e vetë familja eme. Ka kanë një familje male, para se me, para babës e ata që kanë kanë rrëth 18 burra bashku i menen, po ka të ku me vdek gjithë për i vjetë se ka kanë jetë e kolesë, dhe i ka qitë fare. Ka kanë një familje që kanë mu bukën në rrugë, për të kalbën në rrugëtarët, e kanë mu, aty 8 krone, me qumë, me që kanë pas aty për të hangër njerëzit që kanë pas uri, rrugëtarët që kanë shku aty. Që vetë, unë vitë nga një familje bujare, mikpërise, dhe që ka pas traditat, ato traditat që malësia i ka rrujë gjithmonë, dhe do të rrujnë. Zakonisht, sidomos në zonën e Veriut, se në zonën e Bugagjinit nuk besoj të ketë munguar, mblidheshin pleqt, burat e monçur. Ju kur ishit fëmi, a i dëgjonit, a uleshit pranë këtyre burave të monçur, a dëgjonit nga tregimet e tyre? Ne kena pas të detyrume, më ullë se s'kena pas ku shkojmë. Se ne jashtë mund kena dalë se s'ka kanë vesh një lomë aty, zjarët e kena neja për zjarët e kena një gjua. Dhe nga motivet dhe ato që kam një gjuën që ju fëmi, më karakterizohin edhe sot njëtën time ku jam dherë në Amerikë. Tu i marë fjallë për e tyne, tu i marë se fëmija i manë menë, gjithë gjënë gjitha kuptonë, edhe i kujtojnë ma mërapa, dhe edhe sot nështë ta e curia ime është për e aty në viteve që kam marë, për e burrave Dugagjinit dhe për e njerëzit, për e babës nga mençuria atyre burrave. Nga mençuria të në burravet. Ju kujtojnë bisedat kur ishit i vogël, çfarë dëgjoni më së shumti nga këta burra, çfarë diskutonin ata më së shumti? Diskutonin ndoshta për pikpamjet politike me që ishin ndaluara, problematikat e ndryshme që ata shikonin, apo i bënin fshehura? Pikpamjet politike ata s'mund të diskutonin se bëni herë ishte e prishin hekurat. Po, për gjatë viteve të jetës time si ashtu. Por për hallet, për jetesën, për njerëzit, për traditën, për burrin, për të tregimet e hershme tregoheshin. Për marrëdhëniet mundueshin për të folë për marrëdhëniet e mira me njëri tjetrin që t'jena të bashku me t'jena mikpërisë, ato mos me tuat e tradita që i ka pas Dugajini gjithmonë, a kupton? Që ti mbajmë dhe na e dhurushën edhe ne si fëmijë, si me prit mikun, si me respektua mikun, se miku ka kënë gjë e mashtrajt, kur të vinë dhe ka këni pa prekshëm miku. Në zonë Dugajinit, miku ka këni pa prekshëm. Dhe çdo njeri që mikun ta prekun, që kanë rëbukën të unë, ka kanë bërgjë imi, jo të miku, që kanë qëjt i preu mikun. Edhe në qofë se ka kanë gjak një, si që janë sociala, s'kan i ka të zakon edhe, dhe që shala të dvinita me i këshpejt. Edhe në qofë se ka kanë gjak dhe ka ngërë bukën të eme, nuk e ka vra kush pashku në shpit vetë, se ma kishtë të prej. Nuk e lejon të kanuni që zbritej ndërën tuaj. Se lejon të kanuni me vra se kisha ngërë bukën të eme, ishtë bukën të ime në barë. Shumë interesante. Juve ju bënin përshtypje si fëmijë që ishit? Po ne bënin përshtypje sot se e kanë kënë të dishka që kanë kënë të vendosën ato ligje, ato regullat cilat i kena zbatua, se ne kanë binë për me zbatua. Dhe në qofë se në rrugë të mallë, ka kanë një diçka që ka pas sigur maja, që do të qoftë ajo edhe fëmijë me kënë se këna lujtë, se jena binë është e dikuja. Tregonte që është e dikujt. Tregonte që është e dikuja. Dhe sot ato ti marrën në xhepa, në atër se këna prekë, në rrugë të mallë se këna prekë, në qoftë se ka pas sigur maja, se këna ditë se jena kanë binë se është e dikuja. Ju e përmendët edhe më parë, ka qenë një zonë shumë e thellë, fakt Dugagjini, nuk e di se si ka qenë niveli arsimor. Ndoshta ishte vështirë për të ardhur arsimtarët deri atje. Megjithatë, janë njerëz të cilët e duan arsimin Dugagjini. Niveli arsimor ne skem zona jonë e shoshit, po flas ku jam unë, që kanë 300 shtëpi. Nivelin e shkollës e ka pas shumë ult, kuptimin e shkollës lartë, e shkolla mesme. Kena pas shumë pak në kuadrat. Kuadrat kanë ardhur për e poshtë. Mësusat. I kena pas mësusat jam bërgjit dherë vitet e funit karejt. Dherë si hyni demokracia dhe nëse kërësisht mësusat duelen me herë mësusat, kene pa kanë dhe fillon gjithë mësusat. Por kanë mësusi o respektue në mënyrë tërë zakonshme në zonën tonë. Dhe ashtë mo respektue mësusi. Se vetëm nanat dhe mësusat thonë kena pas fëmi. Se nuk thotë kërkush. Vetëm nanat e mësusat pra. Shumë e bukur kjo shprehje. Po. Vetëm ata thonë kena pas fëmi, dhe jam fëmija i ti gjithmonë, edhe mësusë, dhe kam pas fëmi këta.
A kupton, do një fëmijë e tij, edhe nëse edhe e tij. Dhe mësuesi o respektuar shumë zonën tonë. Si gjithë fëmijët tjerë, domthonë çdo mik çdo kuadër kush ka ardhur zonë vëni ka respektuar më shumë se nani janë tjetrin. Ka respektuar mikun që kanë ardhur. Dhe domthonë që në klasë parë ashtu nuk ka domthonë për çështjen e arsimit, në arsimin e kena pas të rregullt. Kanë gjitha shkollat, domthonë çdo zonë ke pas shkollën fillore dhe 8 vjeçare. Mësuesat vishin të kualifikuar. Unë të mençur. U kanë men, i kanë rritë nxënësit tamam me edukat. Tamam me edukat ashtu siç e ka dashur edhe prini fëmijën atje ka rritë edhe mësuesi. Kanë mësuesa shumë edukat. Dhe shkollat e larta pasaj kur kena marrë klasën e 8, mund ju kemë dhënë vetëm në njëri që ka pas biografinë e mirë fort, sa aty nuk kanë shku në shkolla. Nuk i lejonin. Nuk i lejonin me shku, se faktikisht në zonën e Dugagjinit, pjesa e madhe kanë me biografi jo të mirë. Me biografi të keqe. Si mas pushtet bëllot që ka kanë. Çfarë ishte kjo biografia e keqe, në thojza, që i bënte këta familje? Biografia e keqe ishte ai që për shembull nuk donte partinë e punës. Kishte të tillë persona që dilnin kundër regjimit asaj kohe? Kundër regjimit. Kanë qenë trima dugagjinasit, sakt? Ata kanë dalë, kanë pushkatuar vetëm lagjen time, si kanë dalë kundra partisë punës, i ka vërat të gjithë mashkujt, kanë pështu pak mashkuj po ja vërat partia punës, se tanë vetëm baraktarit në lagje time. Aty, i ka vërat gjithë ata mashkujt që i ka dalë kundra. Ka burgos, gjithë ata burra që i kanë dalë kundra në zonën tonë, më ka burgos babën, djalin e arzbabës, vëllan, kushërinin, do në kena kanë komplet të persekutuam. Dhe jam unaj që nuk na kanë thirrë ndasma në katon, asna si farë bashkimi katon s'ka na mujtë me shkuna se na kanë prekun për partisë. Të gjithë për pikpamje politike? Për pikpamje politike, në një kohë kur çfarë politike ishte lujt, ata atje në Dugagjin me çfarë politike si ishte marrë se ke qëllimi i ati pushtetit ka kanë që gjitha shpjat e mëdha edhe të mira t'ja ulin kokën që mos çojnë kryet kundër tyre. Në një farë mënyrë zonat përsekutuara këto? Zonat përsekutuara, përsekutuara edhe nga ekonomia, edhe nga shteti, edhe nga politika, nga gjitha. Vitet e fundit 67-ën, pastaj doli rruga makinës në zorë. Pra deri në vitin 67 nuk ishte as rrugë makine që u komunikonit. Ja, ishte rrugë makinit. Çdo gjë bajshim me krah. Edhe smurën me krah me çun me 10 orë, me orë të tana me çun shkodër njerëzit, po kena pas si thuaç atë për krahin e një tjetrit që kena ndihmuar një tjetrin. Solidariteti që keni pasur me njëri tjetrin. Solidariteti kena pas shumë afër me një tjetrin dhe kena ndihmuar secilin çdo ngjarje për shkak. Me sa duket hallet e problematikat e njëri tjetrit ishin të i përjetonin të gjithë njësoj, bënin bashkë. Po, i kena kryer gjithë me një tjetrin. Vetë kjo të çosh të smuri në krah për orë të tëra, në një fshat në një zonë. Për Dugagjin në Shkodër që 10 orë kam. 10 orë? 10 orë kam, a kupton? Edhe bëshin gjithë bashkë? Bashkën gjithë bashkë, njerëzit dhe gjadimit kena kanë të izoluar për e borit me ka 6 muj, s'ka pyet kush për ne janë gjalla dek. Përse cili ka grumulluar, domthon për kohën e dimit ka grumulluar ushqimet e vetë sa ka muj. Ju duhet mbijetoni në një farë mënyrë, kushte shumë të vështira. Do të them një diçka, kur shohin fëmijët e mi, domthon në Afrikën shumë njerëz të vujt, e thon, me det bëj kështu. Po mu i të regu e se jam rritë unë ashtu, si që jam rritë ata. Ata nuk mund të imaginojnë, se që janë rritë në tjera kushte? Nuk mund të imaginojnë një diçka t'ilë, se mund të kena ba një jetë t'ilë si që kena ba. Por njeriu për qa nuk njef, nuk vunë. Njeriu duhet të nëshet me atë që ka aty afer. Se po që kënëshet me atë që ke, nuk do kënëshet as me ashtu. Edhe në jenë arkëtua me atë që kena pas aty. U ambientua në një farë mënyrë me kushtet që ju kishin. Se sot janë pa përballueshme, pa me këthy me rapa. Pas vitit 67 që ju e thatë erdi rruga, erdi rruga makinës, erdi dyqani, prunë dyqanin atje, prunë dritën elektrike, prunë spitalin, prunë farmacin, dohon... Filluan të ndryshonin paka shumë gjërat. Detyrimisht ndryshohen gjërat, ata kupton, tashi çdo njeri që drejton një shtet, historia selen më rapa, i thot mirat e kësijet, ai regjimi ishte që ne ka pushatu për kose gjitha, por edhe këto të mira i bane, se të bjesh shkollën në Maj Dugagjinit, bjesh rrugën e makinës në Maj Dugagjinit, bjesh dritën elektrike në Maj Dugagjinit, spitalin gjitha,
këto janë diçka si për ta më kam popull ashtu, por e kam muluar me luftën e klasave me tjera të kësia me me gjitha që i kam poshtë ato, se këto është diçka që se ka pa kërkush. Veç në 67 në mrapa është në zonë edukacioni. Filloj të ndryshonte disi situata. Filloj të ndryshonte situata. Ju në këto vitet në 67-ën, në çfarë moshe keni qenë? Unë në 56 kam kanë 11 vjeç. 11 vjeç, keni qenë i vogël ende. I vogël. Megjithatë prindrit tuaj si reagonin ndaj këtyre ndryshimeve që po ndodhin, ose ato burrat e mençur të ata ndryshimet ishin të mira, por nuk ishin zot me përgjigjës ta me parën për shkakun për me plotsu kushtet, se ne pashim 200 aty, pas ishim zot me ble. A kupton? Do të shë person ta të mojnë baktinë ta bëjmë vetë, si thuash, në privatisht atë gjëra si u deshë me ble atje. Ju ishit mësuar që nevojat tuaja të përditshme i mbulonit me ato gjëra që ju bënit vetë. Me ato gjëra që i bënë vetë. Ishin gjëra të cilat po futeshin të reja, dhe nuk ishin... Taj ka kanë 30 lek dita e punës, 30 lek ka kanë dita e punës në zonën teme. Dhe me që me bënë me 30 lek, e 80 lek bënë dhe 1 kile shqeqerë. E qartë. Se dhe ka kanë ndonë dita e punës, ka kanë shumë ullët. Kushtet vetë edhe terreni i ti, ose zonë thyme, kanë vështira për gjithë. Aty kanë jetu me vlektëri, me bujësi, por kur mori pastaj, se na morin edhe baktin, u deshe të rinë të në rallë, me ka një orë për të marrë atë hirën e, jetë që umështin, por hirën e saj për të hangër bukë. Unë një maj që kam shku pa bukën në barkë, në shkollë, se unë nuk kam pas bukë në gjesë me hangër. Nga njëherë edhe se gjithë në furë, por nga njëherë s'kisha as paret me marrë. Dhe kisha një orë shkollën larkë me shku kam, shkollën të vjeçare, se fillon e kam marru aty afër shtëpisë. Po shkollën të vjeçare kam marru, kam pas një orë dhe kam shku, kota ku moqë në mëngjes, se me shku më këthu në 4, në 5, në shtëpi pa hangër. Sakrifisa sublime, vetëm për të arsimuar. Vetëm për të arsimuar për të marrë shkollën e të. Pastaj, që rrau deri dëgjon, në fakt? Unë isha në nxënësit më të mirë, si isha më i miri, po isha në nxënësit më të mirë. Dhe me nëva se kur të marrë shkollën, se thoshën ata që mësojnë, do të marrën bursë atana. Dhe masi marrë klasën e 8, vinë bursat, takoj kryetarën e kooperativës, sekretarën e partisë dhe kryetarën e këshillit të 3 bashkë. Unë isha me të bakti i fëmi aty. Shkoj i thoma, ka mundësi di shka, hamë thonë, qëke? I tha që unë jam nxënës i mirë, e kam 9.5 kam mesataren, për nga shto, duhet vazhdoj shkollën tëna, më thot ai kryetar i këshillit, ju jeni familje presë këtu me. Se ishte Venali, dhe sekretari i partisë më thot mu, baba ju thot se të në partinë, dhe ti së meritën për shkua. Unë që ajta si fëmija, a këtë se 5 minuta. Ju nuk mund të kuptonin se çfarë do të thoshte mos ta duash partinë, në fakt? Po, unë se ashtu mirë, po... Si fëmijë nuk e konceptoni. Ai kryetari i kooperativës ishte nga, kishar nga Shkodra, në Barbullushi, ishte kryetari aty Halil Vogli, edhe pas dhe dhe letë se tani ka vdek ai, para 2 javësh, edhe ai nuk ka fol fare. Mirë, po unë që ajta si fëmijë, si që janë ashtu, mas 5 minuta shë harrova. Më pa të bënë pyetje mu, pëse s'allan shkollën ata, si mund e shëmëllon ti mund një diçka që se ke vetë. Ata s'kishën shkollë fare asë njani. Shumë e bukur kjo. Ata, ishin 4 vjetë kishën me shkollën atë. Nërsa, qa lypi unë të kata njërës, kur rrita më nëva, qa do lypësha unë nga ta njërës, ata që se kishën vetë, si kishën me malanë më. E qartë. Dhe pasaj kjo kryetari, es ishte vërajnë shpirtin e vetë, sa nesër më ka thirë më në zyre, isha 15 vjeç, më ka më korrirë me 25 norma, sa një brigader kisha norma unë. Vetëm se i kisha arkesh për ata që më fënduën ata. Se ishte njëri me shkollë, gjitha me edukat, a kuptën, dhe a e kuptoj, po së më në thoshtë atyne, se qa bat, po a e kuptoj se sa fëndova unë, po ishte ka në fëndu ma shumë aje. Dhe si thush, kalova korrirën kooperativë gjitha, duke në përmedis se janë një shkova në shkollën Lezhë, në shkollët mesme, dhe mas i ku marru 8 muj, më kanë hek, më kanë diktue se jam në shkollë, dhe më kanë që letë, edhe më kanë hek për shkollë. Aty kam kujtu se kam vdek, kam kujtu se rini jam marrë ishtë dhe gjanga kuptë. Mirë, po jeta ka me shpresa, njerë u ecen, ato që ishtet më rapa i harrën, dhe kishë kurajon për vazhduar për para? I harruat ato që ka ndodhën? I harrume. Dhe si rodhën pastaj situatat? Pastaj unë u ktheva në kooperativë për apatë. U kthyet prapë në kooperativë? U ktheva në kooperativë, i ka ushtarë. Vitet kalonin, në fakt?
Jeta bën punën e saj. Jeta vazhdon. Rinia, si thuash, edhe nuk ranojnë se çdo mërzit që i kap në rini, hiç tërhap alen më rapa. Dhe ikse del tjetra përpara, kupton? Dhe marrova ushtrin në Fieri, u ktheva pasaj në kooperativë për aty, për në familjes. Në vendin tuaj. Më vonë pasaj i ka me shumë vështirësi, se nuk lanë as letra në që ishën presullu me shku në punë shtetit. Më vonë i ka shkova në komandë. E punova disa vite me në FBN e komandit. Pasaj u mëllë komandi, shkova ra që me shpinë zonë e Gulëzi. Aty u martova, fillova jetën. Krijuat familjen tuaj, pra. Krija familjen time. Bashkëshortja kur u martuat, e dinte që ishte një familje persekutuar? Nuk e dinte bashkëshortja, se nuk isha unë atje, kisha ikë, por babën kjo e kishte në punë shtetit tani jetën, dhe gruaja eme ishte rritë, domthon ajo snifte as baktia, gjanë se ishte rritë në punë shtetit. Në kushte tjera. Në kushte tjera, se baba e sa ishte përgjithësi i gjeologjisë, domthon ishte parin po ala në shtrak, në komandë deri në Mirdit. Kishte gjitha zonë, kishte makinë në kohën kur unë kisha lopën, ajo kishte televizorin, në gruaja. Dhe ata nuk dishin gjë se unë jam prekun. Se martu me shkuosi me nusenën. Por kjo është një fatë se këto martesa me shkuosi kanë pas janë kanë më të pushteshme se sa këto martesat që bahen shumë. Se në 100% mund kënë ndeshtu 5%. Deri tani mund lyza dhe kanë të forta këto me shkuosi, se të dy familjet janë lidhë dhe hënë edhe fëmija mas familjevet, se për po marrësh familjet duke janë bashku një qift bashkë me në tjetën. Dhe kanë edhe shumë, edhe pse ka gjithë ma kesh kur ka ardhe unë, në në satje, në në është detyrua për i familjes, për nëse për i babës, se e kanë të kuën atë nërë, në kuptan. Ishte detyruar, në fakt, për shtate me kushe si do gjente, e pranon të martesa këtë? Kuptan, se do t'ja pranër burë i gru, se gru e burët kushtet kur të martohen. Dhe pasaj në zonë e Gulëzi, në 12 vite, i kam kujtim për jetë ato vite, në një popull kaq mirë, kaq edukum, kaq fetar, kaq demokrat, si ishte e zonë aty. Ne e livdohë në amalësor, se në bujare në atë pritë në ta, po i gjitha ato që i kemi në atë, gjitha alle aty. Në një farë mënyrë, ato që kështë të bërju aty, është problem të truku i gjitha i gjitha në zone, vërse njërëzit, jo të egersane. Ma të zbutur. Ma të zbutur dhe ma tjërë. Edhe unë më bëna duka gjena si zbutur me ta. I duka gjena si ndryshuar të një. I duka gjena si zbutur me ta, ato. Dhe kaluan e jetë shumë mirë, më linën 4 vajza. Ra, erdi puna dohën, ra pushtetit totalitar. Erdhën vitet e ndryshimeve? Me shumë vështërsi, disa erdhën me mëqu, se i papa shëpërizu me jashtë, disa erdhën me njës me mëqu. Donin t'ju ktheni sërish në me mëqu me mëqu në duka gjenë. Disa herna kryetari këshillët ashtu, por si thua shkallësia me që i fje që jam kështu, si jam fu gjithmonë shoqin, tana mujta me gjithë rrugët e përbashkëta për të milanë aty, dhe mazin sa kohë bëna pasha particimin, dhe në e në atë zonë. Ra pushtetit totalitar, u përshën nërmarë e gjithë shash do qanë, më të parë në herë më kanë lypë partia socialiste me mështi me mlantesën e partisë. Do të bësh të antar partia? Unë i thashe majtë që kam kanë, jo po i shkallë dhe dëna kanë në shëpunë, së mora të së si partia, së mora me si parti. Jam i djathë për të votua, për të tashëm, por jam e lej... Pikpamjet tuaja politike? I djathë jam për me votua, i djathë e majtë jam me respektua. Edhe... Virtyte malsori këta? Po, kjo është vërtet i joni. Mirë po, tani unë fillova një biznes, bleja një betoniere, mora 5 punëtorë, dhe fillova bëna bloqe në një vend ku ishte prish a i kantieri aty, se isha afer. Edhe fillova biznesin. Pastaj bleva 100 bakti, mora 2 çoban, 1 bagjer, i ka të kunë në 93. Ç'ne kjo shpirti juaj i biznesit? Ju nuk ishte rritur nga familje, ose nga prindër që janë marrë me biznes. Lindje rastësishëm apo ja u krijuan kushte? Unë jam marrë me tregtin komandon me NFP-n kam punuar shumë. E keni pasur të lindur me sa duhet shpirtin e biznesit? Kisha si dëshirë për veti këtë punë e tregtisë, po u dështë edhe për të jetuar. Po, për të kur së bëndë të pare, ku punon s'kishe, duhet në rëtër vetë. O krijuan dhe kushtet në një farë mënyre? Unë edhe sët e shëf, këtu që rinja marrojnë shkollën, ku marrojnë shkollën, duhet punë. Njerëzit, a munën më punë së të gjithë në punë shtetit? Nuk munën. Shte pa munën. Ti duhet jesh, a i vetë që duhet punësosh, ti të bësh që ke marru shkollën,
për ekonomive, do ti të bash vendin e punës për njerëzit për punuet e ti. Pa ka shumë, se nuk është puna që të manë i rogë shtetit me hangër në sa më ngër bukë, po më ti duhet jesh të rritë, duhet jenë për të lanë shtetit krah, në kuptimin e saj me biznese me gjana. Nuk mundesh më bëma me një herë në ati biznesmen e më bëma me një herë me pare. Gradualisht, në qofë se ti, në fund mujt, ke pagush dhe gjatë që ata kanë shtetërore, e të gjitha ato nevojat tua, të për $1 në gjep, je biznesmen, se ke filluar me $1 tanin. Pra ju thoni që çdo kush do ta ketë kurajën për ta filluar një biznes? Unë e mora si të thosh ashtu, me si shumë mirë. Grumullua 16 milion pare të asaj kohë. Unë. U bët biznesmen e fuqishëm. Dhe duke mos pas eksperiencë për të arrujt paren tani, unë paren e lash të gjithë bërgjë. Dhe të gjithë pare asë më këthu ma. Gjitha e punë, gjitha e sakrifise juaja. Migje po. Pastaj më vinte shumë i natë më dorëzua, se edhe kisha edhe si jemi në atë në zonë. Edhe kalamajt mishin të asaj zonët, zonë zgurizi, se isha me motorë, me makine, kisha gjitha këto. Si ala se kënë rritë, tjerë, i kam shqit baktit e gjitha me herë dhe kam shku në Amerikë. Kam lënë 4 vajza, kam lënë vajzën 6 mujsh e grunë, me vlanë, edhe vlau ka pas 30, kam lënë ato dhe kam ikë në Amerikë. Do ndalemi te kikja juaj në Amerikë, do të bëjmë një shkëputje të vogël publicitare, do të rikthehemi sërish në studio. Jemi rikthyer sërish në studio, jemi me zotin Dueftoni, jemi në bashkëbisedimin në udhëtimin e jetës tij. Jemi pikërisht në momentet ku ju duhet ta linit Shqipërinë, duhet nisesh drejt Amerikës, por pa familjen tuaj vetëm. Pa familjen time. Pse e morët këtë iniciativë? E morët këtë iniciativë se kisha një familje në ngarkim që u dështë për ta majtë. Këtu në shuën kushtet dohën na kena prit për demokraci, na s'kena ditë kushtet demokracia në rrallë parë, por si ka thënë ajo nusja, qa një gjoj thalu me unë, por qa shofe mjera unë. Tani... Pra ju prisni të tjera gjëra? Ne prishim të tjera gjëra në demokraci. Megjithatë për hir të vërtetës juve nuk ju shkoi keq. Fillimet e demokracisë nuk ju shkuan keq. Ju u bët një biznesmen. Për mua, ka kanë çdo gjë më madhe në botë, kur unë jem kanë lirë me punu në kokë time. Se jem në fajin vetes për gabimet për gjitha, e ka kanë kërësora kur nuk më ka thënë, ai shko hajde këtu paraqitu këtu. Kjo ka kanë, u s'kam dartë gjatë jetën në botë. Sepse demokracia nuk do thotë që të mojnë e tjetëri, se i ku shteti, që ne ka pa marrë do gjallë dhe këna marrë ngrim të kaj, ne ka në që ka do shteti. Tani e parë se erdhi dita për të kanë ti për vetë vetën tane, se sa shpush për ty ma, ha këpëtën. Dhe duke një gju Amerika, unë të gjithë Europën e papa sapën s'kisha shku. Se do thërë, do shkoj dhe baj vetën provë në atë vend që po thot, po gjinën parë për tokë. Dhe me letra falsa, me një pashaport falsa, me $10,000. Ashtu si shëndofte në atë kohë? Pa, ashtu si shëndofte në atë kohë, unë bëna rrugën për Amerikë. U larguat nga Shqipëria, unë nisët për Amerikë. E dinin se çfarë ju priste atje? E kishit krijuar ndoshta në mendjen tuaj një ide që atje ju priste diçka e panjohur? Ajo që disha se çfarë është Amerika, ajo që menoja, ajo më doli. Me kënë se isha tu që disa kisha që kesh në vedi, se unë di kesh profesionia, shkollëja, njeritimin ja, jam i fundit atje, ashtu si shkova i fundit. Po shkoni drejt panjohurës? Drejt panjohurës, e si kur të kapish një gur dhe ta hedhesh i tu, kam zbrit në Amerikë, pa ditë ka shkoj, në botë. Kishit besim tek vetja juaj që dhe ja dilnit? Po s'kërkove, nuk vjen gjë, po se shtyne nuk të hecë. Kujtoj një nëritan me ftiu, ashtu në Tiranë. Kur këm kënë shku me në Zvicër, shof një Kosovar me qitë feli, thëmë të lutëm, ma mushë këtë letër, më tha i ka nëj. Mirë, se ishte me mushë i letër aty. Nërsa, shof të shkru shqypi, thëmë, me lea ka mundësi di shka,
A ma mush letër, po se mërë tha. Ma mush e letërën, mirë po kjo ditë anglisht më kapën mua aty. Dhe e thira këta, më përkthej kjo, kalova. Në New York, po të njëjtën gjë, ky më nej më rapa. Pa ditur në gjë. Po s'di çfarë me folun, vetëm me dorëzohet pasaport. As gjuhën nuk e dinit? Serios sa gjuhën mirë. Jo mater. Doni truani shqiptarizmën fort Po, atje në Amerikë. me lën pasaportën, ai folun ishtu, thotë ky më rapashte me mua. Më përkthej ata çaj kisha thënë. I thash përgjithësi grumbullimit për çështën e grurit 10 misër për ta prunë nga Amerika. I thaj, po ky tha zina si fjalë anglisht tha dhe ky përkan tha ka njerëzit këtu tha që flasin anglisht tha, shqiptar që janë këtu tha, ata por ky tha ka ardhur me kontrollua ata. Nona thon, kalova. Njeri i cili u ndihmoi pa ju njohur, pa patur asnjë lloj interesi. Nuk disha ku të shkoj. Në botë, më tha, ku keme shku, thash se di. Tha mos pash fare, hajde po të paguaj hotelin. Thash unë i kam $500. Kena shku të hotelin me ta. Unë desha ti kisha ndetërit, jam që në gjes edhe e kam përshnet, e kam ndë iku në ndetërit, po se si të shkoj se di. Kam shku, ka ardha i me atë autobusin e vogël, se a i merte të hotelit ku kënë vjetë aty, dhe më qënë të aeroporti aty. Pyeta i sarë bileta për ndetërit, bileta po ke $700, unë s'kisha vetëm 390 se... Të tjera ti kishit paguar hotel? Se kisha pagu hotelin. As unë nuk di se si mujta me thona, se di dhe me thona, kam njeri që di në anglisht. Absolutisht, se di sët. Në më ka këtë për aty i di kesh numër në derës, ka dala në derë, i ka thënë kjo anglisht, i ka thënë që kjo nuk ka partë me shkon ndetërit. Ka thënë, sa e mungojnë? I ka thënë, më gojnë $150 ashtu. Ka i kem kalon $250. Dhe ka marrë me derën. I ka thënë, jo, derën hape. Se unë thëmë, pa ma namin kush jetë e kje, unë nuk iku. Edhe që më tha, absolutisht. Ma lamin nërë tanë me ftiu. Edhe e mje plekta, thotë nuk du, mështë të ashtu ma. Edhe numër e shpisë në Tiranë. Numër e pallatit atë se s'kishte telefonat po. Përfonimisht i mora të parën, shkohan dhe të rritë, e se si shkohat i unë, në asë sa kam qajt unë në Amerikë, ti kesh $1,000 shati, i e ma forta në Tiranë sot. E qartë. Dhe sa kam hinë jetën e... Në një farë mënyrë ato të mira që ju kishit bërë në Shqipëri, u kthyen mbrapsht atje tek ajo situatë e vështirë që ju patët. Doli njëri pa pritur pa kujtuar që ju ndihmoi, pas një lloj interesi. Mas një vitit pastaj, një Nigeria Leda që ka kanë zëvendës minister këtu, po ma par ishte financier, ishte në ekonomi këtu në financave këtu. Ekonomist. Dhe bjene atje i metet, nëhon, pa shpisës kishte, unë më lemër një, thot, a ke shpi, thot, me marrë njeri me vedi, me ullë dhe randje, në thonë, po, kur vjen ky djallë me edukate, me kulturë, me gjitha, nënë se këm pas fat në mirë, se gjithë më njërë si këm pas më të meqë më me edukate, me kulturë se vedin, dhe këm marrë për e tyne. Keni ditur zgjidhni. Po, e kam zgjidhni. Me gjithë të përpare se darin të kjo pjesë, si arritët të futen një tjetën amerikane, si gjetët shtëpi, si u regulluat me punë, sepse jo e lesta. Shtëpi gjitha njëta si takovat parë, në thaj parë, s'kam ku të lamëra në fjetë. Që unë për atë zëtë, si më ka falë, i kisha lanë 1,5 milion me shku ati në Amerikë. Apo e si më ka lani natë më rana. Unë atë s'kum që atë ma gjatë, nuk ka komente. Njerëzit ndryshojnë, nuk ka komente ata 2 muj, nuk ka komente. Jetë shumë e vështirë, me sakrifisat më dhaja. Me gjitha të e arritë të adinë. Duhet dalë të kë në rritan me ftiu. Nështë ka me një gjiu këte, se unë e kom të akullë, këtu jam me një gjithë mënë për ta. Karë kë në ziri këna jetu bashkë, kë kishte letër, të s'kisha marrë letër, ala, se isha, dhe vjen për në familjes, i thëmë të lutem, me këtë dërez dhe keme shku një këtë shpi, kisha majtë atë sovë letërën. Mas i vite gjysë, 2 vjetë po bashkën. Nuk e harronit në derin që ju bërje. Tash me harruat nërë, si do harrosha, se gjanja ma ke që ashtë mos me njohja për do njeri. Ka ardhë aja ty, ka shku të nana e baba, ishte 97, funin 97. I ka thonë, jo, së këtu, i ka thonë, unë ka marrë për Amerike, është një shok që më ka që i ka banë erë. I ka thonë dhe punën të Unioni Vardesik, të Unioni Kamtar, ku di unë, ka shku se ka gjithë atë adje, dhe i ka thonë numër në telefon, se kishe pa mu telefon aji. Se pas ka ardhë për eksperiencë në 3 muaj në Amerikë dhe 3 muaj në Kanada.
Dhe për të kthyer pastaj, për të kualifikuar kështu. Kishte mu telefonin dhe mori vetëm numrin e telefonit. Ai. E qartë. Po duhet thëm se zgjakja unë vetë duhet thëm vetëm më kryesore në ti. Përfundimisht vjen ai atje dhe më jep numrin e telefonit. Ishte ora 6 e mëngjesit tu, 12 natës atje. I bje telefonit të ti të shtëpisë dhe e ka vetë ai deri tani. Thot, përshtetja thot Dasman Giovanni, se ashtu kisha emrin ka shkojun. Përshtetja thot Dasman Giovanni, thoi zanu ftoni. Dhe gjë tha, të falënderoj shumë, më tha, që të kara në mend ty, tha me majtë nërën teme, po në s'kam banoj nërë, por në qofë tha, mu se më kja zja bërsh, por në qofë tha, se i bën nevoja kuj për ty, bënje një asherë sa ta banë ty, tha, ma ke këthu nërën muhe. Sa do me thënë se? Kja është ajo që përmledhës dhe gjanë. Një shqiptar i cili ndihmoi pas një lloj interesi dhe aq më tepër, ai ja u kërkonte ta bëni dhe ju këtë. Ai kërkoi, ai më madh. tha mua tani që atëherë Bëjeni dhe ju nëse këtë. duket se të kombajnë unë ty, tha, mos e më ke gjabër, veç banja dikuj që të ketë nevojë për ty. Dhe prandaj dhe ju në Amerikë ndihmoni shumë shqiptar. Prandaj dera juaj është e hapur gjithmonë për shqiptarët aty në Amerikë. Me të gjitha mundësitë e mia, unë e kam bërë punën tema të qenie se çdo njeri nevojtar që është para meje, unë e quaj sikur jam unë nevojë para tij. Qartë. Megjithatë vitet kalonin, ju në një farë mënyrë u stabilizuat, pa shka se jo me dokumenta të rregullta, filluat të ndërtonin jetën tuaj atje në Amerikë. Mas një vit e gjys, fitova dokumentat. Punova 3 vjet për të tjerë, non punëtor. Po. Mas 3 vjeç, i thëm që janë gjitha njerëz që janë biznes, ç'a bëjnë ta? Ato që do bëj alone, audën. Dhe pa ditë anglisht. Pa pas pare, kam hinë biznes. Si arritë ta bëni këtë? Kam marrë $23,000 bërsh, kam blej një kamien, dhe kam filluar atë lloj pune si bakesh tek tjetën, si bakesh me furrizore restorantet, po kisha lënë përshtypje shumë mirë, gjitha ka kisha ra si punëtor. Kishe krijuar marrëdhënie dhe lidhje. Po, dhe kam blej atë kamien, kam hap licencë se licenca atje nuk mund veç $20, se po bën më u kthy për këtu tani. Shteti ja jep mundësinë të gjithëve atje që të krijojnë një biznes. Po më jep më u kthy këtu se këtu ishte të merr me nxjerr një licencë aty. Aty shkon. Pagu hyn në rall, 2 ralla, pagu $20, hap licencën për miliona. Për çfarë dush ke veç $20 dhe çdo vit pagu $25 me majta të emër. Po kjo është Amerika pra, ky është ndryshimi. Hapa unë biznesin, edhe shokët që lakë shpijata me ta, po nuk është në pasirin me ta, fillon në kam qeshin. A kupton? Ti do të merresh me biznes. Po, si do merresh çaj si merresh me biznesin. E fillova me atë kamion, shkova tek restorante, tu kërkova biznesin që më uçur unë furnizimin aty ne. Një kuriozitet, përpara se të ndalemi te kjo, ju sa punë bënit në ditë? Unë 6 muaj kam lapi ata. 2 vite e gjys kam punu shofer kamionit, se drog e thonë atje, në atë biznes si fillova unë. A kupton? Në atë lloj biznesi. Edhe shkova te ata qini, fsha thëmë, ma jepni t'ja u bjeu në ushqimet, se kam nevojë tëna. Milan. E fillova me 2, se si isha e zoti për ma tepër. Dhe sot që ishin atë punoj, se që janë atë kompani, kur hasem në kur i takoj, i lanë kesh me telefon, se kështu deshke me lanë, qa kërkushin të restorantet. Ajo zhidhe që i thëmë, unë zisha që kam thotë. Po disha kush vetëm që merreshit vesh. Po, disha kush shkoj atje, disha kush a telefoni, kush argota, me thonë, duhet i kem, duhet i kja. Në 2-3 muaj, as detyrime shtetore si kisha zoti mi paguhe. Pastaj, u ingarnova, i larë vetit që thuash morat të power, si i thonë, i larë vetit, e bana për 1 vit e gjys, ngrita në atë pozicion me 4 punëtor, 4 troka, dhe manager, dhe unë dola jashtë, vetëm për të kontrolluar. Të tjerët punonin tani për ju. Nëse ju deri tani kishit punuar për tjerët, punuat për veten, tani të tjerë punonin për ju. Dhe fillova reklamat në televizor, pastaj, e kupton, fill, se reklama është shpirti i tregtisë. Ata se më fshin tanë se unë nuk kam, jam për shkak një biznes i vogël. Kur dalë në televizor, thosh biznes i madh, a kupton? Dhe njerëzit kryejnë besimin se emri është një palë pantallona, janë më të mirë nëse më ble $5 një store, se i blej $100 një tjetër, përse kanë emrin, në shqitet vetëm emri. Mi po unë desha emër. Tani punon emri për ju? Tani desha emër. E qartë. Në unë e mojta atë biznes, me shumë korrektësi, heca me ta, bleva shtëpi me ta, bleva makina të reja me ta. Biznesi filloi të rritej gradualisht dhe po ja u jepte. Ju po e merrni shpërblimin e punës. Po, më mundësi me marr shpërblimin shumë mirë atij biznesi. Pastaj
Biznesi dohon të shtyn tjep power për pjesë, si thonë asaj, më shkoj mene qitares. Mora, i kishtë një gjujsh, një market mishit, mal aty, që u forëzuk është unë në ta. Edhe thomashet, thot, po për s'ke parë, thot ti. Po kisha kërru kreditin e minun me shtetin. Përfunimisht, bjenu i me ta dhe ja blej marketin ati $2 milion. Me njërë shkova në bankun, kam punue me koreksin më të madhe me shtetin, se nësjofë se nuk e respekton shtetin aty, s'ke respektu vetën tane. Edhe kur mas im shikun historin e ashtu, me lanë $2 milion dhe e bleja marketin. Qartë. Për pastaj, vazhdova punë me si puna shumë mirë, 25 punëtor, vazhdojnë edhe sëtë, vuna manager me provoj, i gjitha punë së punëtorë, një punëtorëve të punë, edhe pastaj, sët kam një drejtorin e agroeksportit të Shqipërisë që ka qenë kom manager në kompaninë teme aty, dhe është një ndër managerët më të mirë që ka alla e zonë, që ka i qytet aty. Pastaj, doli përshitje një bankuj center quhet, është për dasma, për takime, për pritje, për gjitha, është 22 limvesh parkingu. E shikova e mora alla ta. Të gjithë njerëzit ambicje tua vazhdonin tritesh. Të gjithë njerëzit tani në për kafe thonin që o ka hyrë për në uftori maroj, ja kupton. Sot ai ishin aty ku i kisha lanun. Ja kupton. Edhe në fund pasi u taku me biznesmen ashtu, i thash, më thanë kena menuar që do humish. Me pahime me tuja thash kisha hum po kohim me të mijat dhe do të heci. Pastaj një kurajë për të pasur zili kjo e luaja? Jo çdo kush do e kishte bërë. Dgjë, është mama dhe iniciativa se parja. Megjithatë edhe shteti jep mundësia, në Amerikë. Po mune trupin punë, do ta ngarkosh gjithmonë. Po mune me një punë ngarko tjerë dhe thon faleminderit. Pastaj doli në shitje televizori i komunitetit shqiptar aty. Kishte shumë kërkesa për ta marrë njerëz. Kam shkuj, kam në pazone, kam marrë edhe televizorin e komunitetit shqiptar. Ndër shumë bizneset tjera, ju duhet edhe një media. Deshte media. Doli një agjensi ultimesh pasaj. E morë dhe atë? Morë edhe agjensinë e ultimeve. Dhe kryova 5 biznese. Të ndryshme, në fakt? Të ndryshme, të gjitha. Asë një si shafush e ti, që se marrëve të punë, por i kam gjithë se cilit. Duke gjithur njerëzit e përshtatën? Specialitet, nëse përshtatën, i kam gjithë televizorit e gjitha, dhe ka nesë për mrekulli. Ato. Kur bleja televizorin, po thëm një të bukur, unë thash, nuk jam i shkolluar, por jam i edukuar. Ishin 10 veta gjithë me shkollë të lartë aty që ishin pranë televizorit them. Dhe ku drejtori që është drejtori aty, ka kanë drejtori që janë civil i Shqipërisë, Eduard Ali, një djalë i mrekullueshëm, intelektual. Dhe u kam thënë, ishtu, jena ul aty, i kam thënë, shkoni me bleni papagali, thotë, sa ban $2.000, pse din 2 gjuhë? Po më jep tjetrin. Ai bën 3.000, po pse din 3 gjuhë? Më jep tjetrin, bro, ai tha bën 6.000. Sa gjuhë din asnjë, po si është përgjegjës për këta. Thash kjo është ajo. Shumë e bukur është. Midis me e josh. Po ata janë intelektual gjitha, domethënë ka shumë mirë televizori, urrit një shkallë shumë mirë ku ishte. Dhe të gjitha. Pra një supermarket mjafton që të ketë instrumenta dhe njerëz të duhur dhe biznesi i ri. Po, duke falënderuar Zotin, të gjitha bizneset thuaç hecën mirë dhe domethënë duke paguar shtetit detyrimet. Se po aty pas harës të para shtetit aty i kryen, por duhet shohësh si funksionon shteti dhe në pikën tënde të vogël ti s'do të dash kurkundra se më herë se ti jashtë loje. Dhe është një shtet i cili është brenda rregullave dhe nuk lejon që të devijosh nga këto rregulla. Jam munduar me punuar vetëm me partner dhe do punoj gjithmonë me ta. S'më ka nda asnjëherë. Është e drejta dhe ajo ka punuar me mua. Shumë e bukur është. Ju në fakt në lokalin tuaj, që është një lokal mjaft i madh, her pas here mirëprisni shqiptarët, por zhvilloni dhe shumë aktivitete, sidomos në kuadër të festave. Tani keni një lloj afeksioni për kulturën, për traditën. Ne jemi Shqipëri e vogël aty. Se jemi 150 shqiptarë vetëm në drejt. Është komuniteti më i afërt me njëri tjetrin, domethënë si në më të bashkumit komuniteti si është komuniteti i drejtit. Kena malësor kosovar që i kena gjetë aty, që kena pasë edhe lehtësina të nëndhesh që kena shku atje, se kena gjetë ata aty. Në për kraje? Jo për kraje, për kena hi një Shqipëri të vogël në aty, që duhet ja rrisim nërën, se
ne kanë përkthyer, ne kanë ndihmuar, ne kanë marrë punë të veta, jam shumë mirënjohës për ata njerëz që kam gjetur aty. Dhe ata kanë pas vështirë kur kanë shkuar në fillim se s'ka pas kush e ndihmon ata, se ne kena gjetë, si thuaç, ndihmën për tyne. Aktivitetet e mia, si thuaç, unë kam bani 100 vjetorin ditën e pamarësisë, e kam hapë dyert. Sa të ftuar ka pas atë ditë lokali juaj? Atë ditë kam pas 1200 vetë, me unë kanë rreth 150 në kam. Një numër jo i vogël? E kanë pas të gjithë fërinj. Flasën edhe librat që kanë shkuar aty. Unë e njeva vetën shumë krenar që më dha mundësia për ta festuar ditë, se duhet me një shqiptar më përgatit 100 vjetë më përgatit për i natë. Se ishte 100 vjetë ka përgatit për 100 vjetorin. Ajo ishte detyre dhe shumë institucionet tjera, edhe atë në fetare, ishte e një ke shumë që e kanë detyre me e ba falë, me e ba shqiptarë falë, po se ba një kërkush. Ishte t'ju që e bërë? Vetëm se cili mori $80 për njeri, ku banë, se banë shumë institucionet tjera të na, atë natë të gjithë ja hapa derën, se ishte i knasësi e emja, duke e falëneru Zotin për mundësinë që më ka dhënë, duke meritue edhe anë tjetër, se unë me ata shqiptarë e me ata njerëz isha biznesmen. Se po ata unë si isha biznesmen, dhe ato pare që të mijat, dakor që kanë fites gjithë kush për unë për tyre kisha marrë. Edhe aty në ju ta ka një herna $1 me aqitun atyre. E qartë. Dhe me shumë knasi, u bani... Në një farë mënyre kjo është logjika e të bërit biznes, pa çka si jo të gjithë e kuptojnë? Kjo ishte ajo përshon dëshira që ja kam bërsh shqiptarë, ja kena bërsh të janë i tjetër, dhe është detyrë edhe për nga vim, unë për vetë nga vene qipi, nga traditat që jam rrit me ta, të motive që unë i kam marrë qyrë fëmi për e të parve të mi, ku do shkojnë në botë, ato do t'i rrujë. Kena edhe, ato do të meta po mëndoj që koha ka në rëshkua, kanë avancuar gjanat për para. Mentalitetet, një pjesë mentalitetet tona që kena pas, nuk funksionojnë asë në qytet, asë në një vend pranimit si është Amerika. Nuk do thotë se i e qytetar, i e qytetru pëse kera në asfalt. Qytetru i e kur të lesh mentalitetet që si përkas asaj shashin aty, ati vend aty, të shkollosh fëmit, të rrisish në nivelin e kulturës, atër i e qytetnuar. Aji është nivelli qytetar? Po, aji është nivelli qytetar, jo pëse kemë rrasë. Shumë njërës se kuptojnë se këna rrën në Shkodër, thotë, ose këna rrën në Tiranë, dhe jena qytetari në qytetnuar, pra në nëshojnë gjanat. Si është veni batë ku veni në të gjanat. Pa tjetër. Shumë politikan, shumë personalitetet jetës shqiptare, kanë ardhur të kjo në Amerikë, ju i keni mirë pritur ata. Qoftë nga politika, qoftë nga sferat tjera tjetës? Unë jem taku me Berisha, jem taku me Arvizun, jem taku me gjithë ta që kanë ardhur atje. Atje unë nuk jem partijak, jem kombëtar. Ju i mirë prisni të gjitha kahet politike? Unë ndonë të gjithë i pres, dhe mundohem që të krijoj marrëdhënie mira me shtetin shqiptar, shoqërinë amerikane. Grupim që kena punue, kena pru biznesmen nga Amerika këtu, dhe kanë pas marrë përsi për edhe shumë gjana, parësirë se nëshu e pushtetje, nëshu në dhe gjanat aty, se rrëth $400 milion kanë pas zirë ka bankat për e kurullat të. Por me këtu nëshu në punë se këtaj atë gjanat ashtu, jenë të zgjatë na. Ka ardhë kërë bashka ku Tiranë Zveliaj, jem takua. Në ndërkohë po e shohim një foto me zotin Berisha, po me zotin Berisha, me ambasadorin. Po, jemi në Washington, në shpine Wilson, duke kur kanë qenë se... Edhe, unë zotit Erën dhe Lije i kam onë të menim timin. Unë thash e biznesmen, tash disa vitë në Amerikë, jam më vjetër se ti. Në që ose shkën mene më pasurue, ty, mos u pasuro me pare në ati që të kalon në vodën, për pasuro me shpirt për të një muat i ata. Dhe kisha për thonë me qenë si krye bashkjak, të mos jesh partjak, vështjesh për gjithë ata që jenë në nëhyqim në tanë. Ti është kryetari i qytetit Tiranë. Për të gjithë një lloj. Dhe nëse se ti kemi bërë emër në Tiranë. Ja, dhe kjo foto ku jeni me zotin. Po, dhe nëse ti kemi bërë një emër në Tiranë, e me
ka me dhënë votë edhe gjithë Shqipëria. Kena nevojë për djemtëri, kena nevojë, si thuash, më bë rotacionet nga se secili sa do të thomë ne gjenerata që jena kena mentalitete më të gabuar se sa kanë rinia sot. Rinia është më e përparuar gjithmonë. Po, edhe kena nevojë sot më rigjenerua, si thuash, pushteti, se unë po shoh 25 vite këtu në të vend, nuk shikon kush përpara veç e merr votën, e blen votën, se s'kan marrë vota, e blen votën, dhe thot qa ka punu, ky kesh mrapa, ky ka punu kesh, vetëm të thëjnë kokën mrapa qa kanë bë këta. Jo se çfarë do bëjnë. Po, ne kërkojmë qa kanë lënë ata baba, me hec ky që merr dorë, dhe me hec përpara. Po kështu ka me gjithëna, vetëm qa ka baku mrapa, bëj ma mirë thot se ka baku, dhe s'bana asgjë as Ju e keni parë shumë mirë. Se si janë bërë ndryshimet politike në Shqipëri dhe të gjitha llojet e ndryshimeve, pasi keni ardhur shumë herë në Shqipëri. E sa ta herë është kjo që vini në Shqipëri? 36. 36 herë vini në Shqipëri. E keni bërë rrugën Shqipëri-Amerikë më shumë se kushdo tjetër, në fakt? Unë jam bërë 20 vjeç në Shqipëri. Edhe pasonin që kam lënë tu, u s'mund e marrë me veti kun. Shpirtin e 20 viteve. Është pasunia më e madhe. Pasuria ju është pasuria shpirtërore, o çka keni këtu? Është pasuria më e madhe, është pasuria e shpirtit. E nuk është puna me hangër me pije, me tana për, a kupton, 40 vite në thera, në gurën, ku do t'i është rritë të merr malli për ta? Ju merr malli për njerëzit, për vendin tuaj? Për njerëzit, për traditën, për mikpritjen, për mirëmëngjes, për gjitha, a kupton? Janë 40 vite, unë nuk do bë me jetue në Amerikë, sa ku me jetuar në Shqipëri, unë është diçka e madhe, po nuk e di ma arrisin 80 ditë, për shkakun se plot 40 ditë kam shkuar në Amerikë. I rezistoni dot një kohë të gjatë pa ardhur në Shqipëri? Në fakt, numri i shpeshtë i ardhjeve tregon që u si rezistoni dot, nuk rini dot pa ardhur në Shqipëri. Nuk rritet. Se reziston, nuk rritet. Ja, sa shkoj tash, tani unë e dua Amerikën, por dua këtë, unë i dua të dyja tani. Si thirr dy nana. Vi këtu, unë rritë të në mërzit për e, po shkoj atje fill bën menja për të prapa, kupton? Atje mlidh puna e biznesi e fëmijët e tona gjanat. Nësa këtu mlidh malli, era lulevet, pamja liçenit, pamja malevet, a kupton se takime me njerëzit. Takimet me njerëzit, kafet, gjitha, a kupton, janë gjana që s'lalen nga shpirti këta, që është një pasuni e madhe shpirtërore. Do të vazhdojmë sërish rrëfimin ton, sërish do të bëjmë një shkëputje tjetër. Ja ku jemi rikthyer sërish në rrëfimin e jetës së ndu Eftonit. Patët gjithë këto arritje në Amerikë, filluat ta hapni, ta zgjeronin biznesin tuaj, ndërkohë familja juaj kishte ardhur pranë jush, e të roqit familjen? Në vitin 1999, unë fitova, masi fitova letrat, kam marrë vetë dhe kam marrë familjen, gruan dhe fëmijët atje. Dhe në vitin 2004, më lini një djalë, mas 4 vajzash, i cili lini dhe një kohë, mos më prishun me ta. Se kur të bëhat ajo ka të fund. Anë të dyja që më na gjithmonë i kënaqen me ta. Falenderoj Zotin për atë. Janë dhuratat e Zotit këto në fakt? Po. Edhe se thuhesh ishte një gëzim më i madh në jetën time ka qenë kur im bashku me familjen time në Amerikë. Po kisha detyra se kisha vllajën me gru me fëmijë, e kisha lënë tu, kënë jetu me gru time se janë kanë pa ndam, u detyrova mora allata me gru me fëmijë. Atje pasaj. Eri bashkuat familjen e madhe atje. U bashku me atje. Tetana. Se thuhesh fëmija erdhën vegjël se vajza madhe erdhi 9 vjeçe, vajza e dytë erdhi 6 vjeçe pak, tjetra 4 vjeçe gjys, tjetra i takoj 3 vjeçe pak kështu se pa linë shpesh. Edhe filluan shkollën. U ambientuan kollaj fëmijët e kanë në fillim e kishin shumë vështirë dhe më thoshin kishim me ditë anglisht se din ti. Në një kohë kur mësuan ato anglisht, mos më qyshin hirë se di. Tani ton flet ti gabim. Dhe se thuhesh ata filluan shkollën. U integruan shumë mirë. Janë përshtatur me jetën amerikane. Janë përshtatur shumë mirë shkollës.
marru në shkollën e 8 vjeçare të ashtu. I shova në shkollë mesme, filluan kolegjit. Sot kam vajzën e fundit e kam në vit 3 shkollë të lartë. Vajza tjetër ka marru shkollën e lartë. Vajza tjetër të marru për master në shkollat më të larta të fundit. Vajza e madhe ka marru edhe shkollën e lartë, e kam martu me ka një vajzë. Jeni dhe gjysh. E kam menaxhere, e gjysh nuk e pranoj për. E kam menaxhere vajzën e madhe, aty të biznesi i madh. Të dytën e kam financiere dhe vazhdon edhe shkollën. Kjo tjetra vazhdon vetëm shkollën, po për fat mirë gjysmën e parave që paguaj për ta ka fitu vetë si nxënës e mirë dhe ja ka ulë shteti. Do të më ka gjysmën e nga 20.000 që kam paguaj vetë. Fitoi bursë, gjysmë bursë. 10.000. Edhe që thosh fëmin, djalin e kam në klasë 6. Djali është ende i vogël. Falenderoj Zotin për i familje të mirë, thonë që i kam pranë vetit, se nuk është kollaj aty për t'i majtë fëmijët pranë vetit, se fëmija është i pa mbarun të këti. Dhe unë nuk paguaj dhe rrogat fëmijëve si punëtorëve, në fund e mija, dhe është shumë vështirë që fëmija me ardhë me nej, me thonë mirë gjithë, se me thonë atë e mirë me ardhë me nej aty me ty. Po ato vajzat e më të kallet e asedjeb, veç u thëmë që më ru një djalin për kur të bëjë djali me nej me nënëseri një jo. E qartë. Ju përveç emrit tuaj, që ju ka vënë nëna dhe baba juaj, ju keni dhe një emër tjetër. Ju quheni Dash Kola. Por këtë emër ja u ka vënë i madhi Fadil Kraja, pasi shkroi një libër për ju. Dhe libri titullohet, në fakt, ka gjetur një titull mjaft domethënës, Fadil Kraja, Guxo. Ai pati fatin dhe rastin që të vinte të shikonte disa ditë nga jeta juaj. Dhe me sa duket mori spunto nga kjo mënyrë të jetuarit e juaj dhe bashkëshortes tuaj, dhe shkroi këtë libër, Guxo. Fadil Kraja është një perle e Shkodrës. Është një nga figurat më të spikatura, në fakt, të penës shqiptare. Dramaturgjia shqiptare nuk do të ishte në nivelin ku është pa Fadil Krajën. Dhe të me marrin mu në las Fadil Kraja është krenari e madhe për mua. E takoj Fadil Krajën në Shkodër, e më bani Shkodra më la titullin Mirënjohja e qytetit Shkodrës, ishte Fadil Kraja. Më la komuna e Shoshit, komuna ku kam linën qytetarën e erit. Shkoqata Dugazhini, më la neri shkoqata Dugazhini, më la shumë një vetin shumë vlerësuar për vendlinjës su. Fadil Kraja mori pjesën gjitha. Dhe më thotë, mos vdesha kur pa më qunë në Amerikë erë. S'ke qenë kur, më thotë ja. I quaj garanci, mori me gjithurë dhe erdhe. Në i 2 javë të kun, dhe një ishte një fati malë për mua, të kem një Fadil Kraj, edhe ti një gjaj fjallë të ti 2 javë në shpitime, si është një gjëvat njeri. Dhe isha kryinalë të ku do qova në për institucione, ku foli, se e mora si folës për festën e institutet anorit, me majtë fjallë një rasit. E qova edhe të kishat, edhe në vendet tjera ku u ba, se nuk e organizojmë gjithë një natë, se e na shumë, po i natë, i me, shumë. Diti me folë, majti qëtësi dhe mësumë gjithë për e ti. Tani, e curia eme, në biznes, ka kënë për një kohë shumë shkurt. Dhe, kuriositeti, të qënë pasaj për njeri, i qënë tjerë kuriositeti, me shiku, me shkru, me bom. Unë me datë, për shumë, të mëlaja janë, ata që ka Kongresi Amerikan, që ka që u këtë dhe milë, në 200 më të mëlejt, dhe ka në dekurat para 1500 vetave, është kanë bëllë për mua atë natë me uru festën një senatore e male, një kongresmane e male, para 1500 vete me uru gjithë popullin shqiptarë. Në është dishka për mua po harrume. Edhe për gjithë ata popull që kanë pas 60 kuadra senator të gjithë Amerikanë në atë festat në atë. Tëftuar. Po tëftuar. Shumë do me thënë. Po, si kanë ardhë. Tani njërës të shkruajnë kuriositeti, kanë shkru gazetat amerikane, kanë shkru një libra për mu, kanë shkru për 100 vjetorën, kanë shkru gjitha. Tani Fadil Kraja erdhe, po se më pyeti, as si të thonë babës, as si të thonë nanës, as a kefis,
as për kërkën botë, as për biznesin se pyeti vetë se më thamë të bizneset tua. Kur unë isë më tha duhet të bëjt një surprizë. Unë surprizë nuk di isha që atë ishte. Dhe kur marrë se ka ba një roman. Unë falë kërë se mune me shpërbjua të që ka ba. Se të fusin edhe romantik, është edhe diçka... Jeni bërë personazh romani, tani? Të bësh personazh romanit, është diçka e madhe. Sa duket Fadil Kraja u mrekullua nga ajo çka pa ato 2 javë tek ju. Faktikisht se si jetonit, si punonit. Me falënderoj, por jam unë prap maj fitum me Fadil Krajën se Fadil Kraja me mua. Patjetër, që po është një emër i madh Fadil Kraja. Unë jam i fituar me Fadil Krajën si erdhi. Megjithatë është një marrëdhënie reciproke, ku secili ka se çfarë merr nga njëri tjetri. Edhe ai ka marrë nga ju shumë, ka parë mënyrën se si jetoni, se si keni punuar, se si ju jeni ngritur atje në karrierë. Nuk është e lehtë. Në fakt, një shqiptar shkoi në Amerikë pas një ndihmë, u gjend përpara një Amerike të madhe, e priste një pikpyetje shumë e madhe dhe arriti të bëjë ai që është sot. Dhe për më tepër, të ndihmoj shqiptarët atje. Ta ketë një derë hapur për shqiptarët që vinë në Detroit. Unë thashë edhe parë, unë jam njeri që ai njeri që e shoh se ka nevojë për mua, kujtoj se kam unë nevojë para tij. E vini ju vetë në momentin e tij. Kena thonë të partë unë kanë thonë që mos e mata tjetër me kutë tua, kanë thonë kuti, kanë thonë shumë se është e vështirë se gjanë vështërsi, kom gjetë edhe vështërsi me shumë shqiptarë, kom gjetë edhe vështërsi, por nuk ma kanë nëllë atë kurajen, s'ma kanë nëllë se thua atë kurajen për ta quë deri në fund ata që ka mund në shpirë dhe në zemër për cilën do qoftë shqiptarën e rritimin e tëne. Por do thëmë diçka, qa do të bësh për familjen tëne, sa do të bësh për shoqërinë, sa do të bësh për komin e për vendin tënë, nuk ke ba e sa do të me ba. Gjithmonë ka diçka për të dhënë. Gjithmonë ka diçka për të amacumat e pa. Kjo është modoja juaj. Do doja të dija, ndu eftoni, ka planet tjera? Do të azmadoj mund të biznesin e ti? Jo, nuk do vazhdoj biznese ma tepër. Jeni kënaqur këtë kujtimi. Unë këtë vite që i kam përpara, do të mundohem për t'jau për shkarku veten, për t'jau ngarku fëmijëve për t'u integruar fëmija, se fëmija ka nevojë më integruar, dohon ma tepër me mësua, me kanë përgjes, dohon do vaj fëmijët përgjes për të punë, se dohon kur plakëm në shkoj, duhet jenë kompetent ata për biznesin. Dhe më që se unë sot nuk i ngarkoj ata, se unë sot jam gjene me ditë, qa bojnë gabime e të na për me korrigjuar, se unë kur të moshë 70 vjetë, kur të bëmi vjetë, ata i marrën vetë, dhe atër, unë se me zoti, më thonë, po jakum që 80% kam pletë sot drejtimin fëmijëve. Unë kontrolloj ato kryesorët. Nga ajo që u keni mundur të evidentoni, nga fëmijët tuaj, kush e ka përçuar më shumë atë shpirtin tuaj të biznesit? Kush e ka më shumë? Kujt ja keni përcjell? Vajza e dytë është një ekonomiste shumë e fortë. Po ka të folish me ta, jesi me fol me një njeri 50 vjeç që ka punu në biznes, se që është 15 vjeç e kam qunë punë. Dhe ka shpirt biznesit në të zakonshme. Dhe ishim në një takim në Baraska. Në eftojnë si kompani, se në eftojnë kompani shumë, në eftojnë me shku për në takime, për me marrë eksperiencë e kështu. Edhe të gjithë, unë që va vajzën, të gjithë ishin 50 vjetë në altë. Vetëm kjo ishe një vajzë 23 vjeqë, 24 vjeqë atë. Mirë po, u kisha pa gjithë kuj për shtypja atë. E kishin pyet, po kjo shumë e aftë për biznes e për e tana. Sa letra që më kanë ardhë mu falënerimit për ta, a u dhënë se aty nuk ke atë më usha shkun në Amerikë, nuk shef, më usha tila ka përgjit biznes dhe ashtu. Se në 20 vjetë e poshtë nuk e shet një biznesmen, gjallës mund e shmu takun ta. A u dhënë, edhe aty në që u lënë baba, ashtu, pjesa malë e shpërderoj. Nuk din ta po sjallën vetëm kur janë binën plotësisht. Që kanë arritur një moshë madhore, në fakt. Dhe dohon sa falenderimi që kanë çu shumë kompani për ta, se kishte marrë pyetje dhe a ditë që ka marrë vend e parë si biznesmen shkallë shtetit. Për 2014 jam dohon ka marrë biznesmeni më i suksesshëm, më i rregullt i më tepër me thënë, lider biznesit nga quajt e ka dorëzuar ministri para 500 vetave atje ku janë bashku gjitha kompanitë dhe ka marrë vajza ime.
Dhe kjo kur ka folë për biznesin aty, janë që gjithë në kam. Babai është ndjerë shumë krenar? Është shumë për biznesin dhe kam shumë besim tek ajo. Ndërkohë, marrëdhëniet me Shqipërinë, do vazhdoni të ruani po kaq të forta, do vazhdoni të vini po kaq shpesh në Shqipëri? Unë, si thuash, sikur ti kisha për shembull edhe fëmijët e rritën të secilin të vendeve, më shumë kisha me bajër Shqipëri se sa në Amerikë. Nuk largoni dot për Shqipëri. Nuk largoni dot. Në lidhje me këndvështrimin tuaj, të paktën ju me çfarë shikoni Aqër Savini, si ju duket mënyra e ndryshimit të Shqipërisë? Si po e shikoni Shqipërinë dita ditës? Dita ditës, unë ekonomikisht se kam gjetë kur më kësë se kur kam qenë 9 tani. Unë qëmë 5 mëngjesit edhe vitet për para, unë dalkesh me hecë, po dhe shke më ikë njerëzve ishto. Tani shka në ora 6, nuk ka se këshna si njeri ka shko rrugas, as nuk shof makina të shku në punë, as nuk shof fugona të hecë, as shof makina transportit, as shof nërtim. Shkova në Greqia, s'pash ma unë as ashtu të hynë as të dalë. Mirë po unë që një paralizim, në unë është paralizu ekonomia. Nëse biznesi nuk funksionon? Sa bizneset që janë të mëllme, a këpëtën si kanë të hapuna, kanë vazhdu punën, sot i shoftë mëlluna. Dhe kur bjen nërtimi, kara ekonomia, se dikur thënë gurin, dikur shimentën, dikur sabaton, dikur terasën, dikur gordën, dikur gëlqerin, dikur elektrikun, dikur dhamë tëna. Mirë po tash një të pare, janë me shinëra, punëtore njërë si sa të pare smerët, është metet basaj lokali, si mund e shpepia, si mund e shpengër, metet roba, si mund e shpengër gjitha, dhe është një paralizë komplet kur nërtimi, ka është paralizu shteti. Në që ofse në Amerikë, blokohen kamionat, Amerika bjen shutdown, ekonomia e Amerikës. Këtu ta shenë bloku gjitha gjanë, se si dalin, këtë do të dinë ta që i dëritojnë. Në bazë të eksperiencave tua që keni fituar në Amerikë, do doja një mesazh për shqiptarët. Ajo që kam fituar në Amerikë, dhe mesazhi im është kjo e para. Si çdo shqiptar, do të vendosin vetvete që mos ta shesin votën. Se sa pare që ju jep një deputet, jo me thonë deputet, por me thonë më mirë një kriminal shtetit, sa si shkon e blen aja krim, a që e blen votën, një krim, ja u mërë me 10 e 15 herë ma të e për më rapa, ato pare dhe këta nuk e dinë. Dhe thëmë që ta kthejnë kryet ma shumë të gjithë të shqiptarët që janë, edhe për e bujqësisë, për e vlektorisë, se pa një të nuk jeton bota. Rinja menon se vinë gjanat për internetit, se tanë dhe por pa vlektori, pa bujqësi, jetë nuk ka. Toka është dire pa punume. Se cili mos menojnë, ku marrë shkollën, po hynë punë, po hynë punë, ti është i zoti vetë, ta apër biznesin, edhe në fshat, edhe në bakti, si kur të kishte, unë vetëm këtë lloj biznesit do kisha për të hapën në Shqipëri. Blektori në zonat malore, ku ka i gjithë kush poshtë, ku ka jetua me mija bakti e njerëz, asot së mundet me jetua, ku ka jetua 15.000 bakti, më mojt 1.000 bakti e 2.000, unë ata kisha me ba, me pagu 100 bakti një qabanit, me ble ati e 100.000. Dhe me thonë që i ke falë ata, urdha ma jetu fëtë në zene 100 tjetër, për kisha garanci për i shtetit, por të s'ka absolut garanci, se shteti nuk të mërën, dhe me qa shof se dvjen të dera atjere thot më ban, partnere me ty më thot jebe kësë do distaj me kësë qa s'ban vakin në bot, me ardhë me të lypë në biznesin të në kush, me thonë mirë i kësë pare të firmosi letën ose të baj letën. Unë era me ban ata makinë me shdoganua, bërë thot 10 milion lek. Banë vaki kjo në bot, unë thaq, unë se më të ta ble, morë se kam ble unë e kam tërë për Amerika e kam ble. 10 milion lek thot bjeri. As në Amerikë nuk paguan kaq. Jo, në Amerikë, që paguash, në Amerikë ka regula. Atër thot bjeri 1 milion lek e për t'i bajnë sa bajnë letërët, veç me 1 milion lek mu. Qa shteti është kësë shtetë? Vetëm, nuk ku mas firma mirë një, se më për të parin, 4 vjetë e fundit, se për të qesët. Se një të administrat ka qenë, e ma zi.
Ju e njihni shumë mirë në fakt politikë bërjen në Shqipëri, pasi kemi thënë Një shumë mirë se u jam rritë në komunizmin, jam gëzu për të që erdhje, jam ilnu për të që nëllin sot këtu, a kupton, se ne nikum në nostalgjive në tonë gjeneratave në sjenë atje, se në fëmija jetoni me problematika shqiptare. Në lajme, se në do në lajme, do në ashtu, ja u qojnë televizorin atje, a kupton, se në do në medisi është vënë jo, se në kena njërës tonë, kena gjakun tonë, kena venin tonë, dhe neve një nadë, pse mos bëhet si bota këj venë ma si ka gjitha mundësit. I ka gjitha mundësit, si më gëna zha, është terreni për shtashën, hypë në kalla Shkodrës, ku dushën botë shka. Ku mund sheni mërkullit tilë, liqeni, drini, fusha, mali aty, turizmi, plazhi, të gjitha bashkë. Ja ka falur Zoti. Ja ka falur Zoti, dhe vesh se ka hy deresin ta. Është mentaliteti njerëzve që duhet ndryshuar. I cili nuk vend dorë, këtu duhet dorë a shtetit. Për shumë, sot në zonën ku kom leun, si kur t'ishte infrastruktura, vetëm rruga e makinës, atje kishin për t'jetu e njërzit gjatë verës për t'majtë baktit, njëzë baktisave majtë gjysë e Shkodrës, po a ble për jashtë. Do zhvillit dhe turizmi. Me pasishka originale. Keni menduar në njërë që të vini të bëni biznesin tuaj në Shqipëri? Vetëm ba me nërshu situata se me këtë situatë nuk mune mund. Se shumë njërës e kanë ba provë e kanë humë biznesin. Jeni pesimist, pra. Unë kam shokun tim që i kena hapë telekomin në tu. Dhe me gjitha të premtimit të na 2 vit, është djekë rrëth në 200-300.000 dolar. Nuk e shikoni situatën me optimizëm? Situatën më këthyve, kur vinë puna, unë e shofë si kur mos jam i zoti unë më u këthyve këtu, mund të rregullohet diçka. Vetëm atër e shofë si kur mos jam unë i zoti më u këthyve. Mund të rregullohet situata këtu me çka shofën. Do vazhdoni t'jeni një derë hapur për shqiptarët në Amerikë? Unë do të vazhdoj dhe të kam derën e hapur, dhe do të kam komunikim me shqiptarët, se unë jetë par shqiptarë nuk kam. Unë falenderoj shumë që ishit në këtë studio. Për 1 orë e gjysmë bëm një përmbledhje të jetës tuaj, një jetë në fakt e mbushur me sakrifica, por një mesazh shumë të qartë. Njeriu që guxon, gjithmonë ja del në krye. Mirë, faleminderit, ju falenderoj edhe si televizorit që i promovoni vlerat e biznesmenëve, vlerat e njerëzve që kanë vlera. Jeni një televizor shumë i shikueshëm edhe në Amerikë dhe keni bani punë të madhe dhe ju falenderoj suksese më të larta. Faleminderit juve. Të nderuar miq, kemi mbritur kështu në fund minutazhet edhe për emisionin e kësaj jave. Kemi qenë në një rrëfim me Ndu Eftonin, rrëfimi i një jete e mbushur me shumë arritje, por këto arritje të bazuara në sakrifica shumë të forta. Në fundit Ndu Eftoni është nga ato figura cili tregon që po të punosh, po të guxosh, gjithmonë janë del mban. Ne do të takohemi sërish fundjavën tjetër. Deri atëherë kalofshi një javë sa më të mbarë dhe sa më të këndshme.